Zoti Rama, për mendimin tim, ka vajtur në dasmën e Sorosit, por për shkak të një problemi të shëndetësor nuk ka vajtur tek OKB-ja, ku të gjithë kryeministrat në atë summit, mos të jemi edhe të thoja qesharak, por të ta themi, edhe të jenë të smur, por edhe të jenë edhe të thoja në gjendje më të rëndë të shëndetësore për tyre, shkojnë tek samiti i OKB-s, sepse është një ndër samitet që takohen të gjithë liderët dhe përveç kësaj takon liderin më të madh global që është Trumpi. Por duke qenë se zoti Rama nuk ka problem me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nga ana tjetër do të tregoj tek populli shqiptar që shiko, këtë që thoni ju pyetja juaj me Gonigal, s'ka pak fare lidhje me mua, sepse unë e kam sqaruar, është një çështje e mbyllur me drejtsinë amerikane. Pse unë duhet të marr pjesë në drejtsinë amerikane dhe pse ju më detyroni të marrë pjesë në drejtsinë amerikane? Prandaj mendoj se pyetja juaj ka një bazament të qëndrueshëm, por kur nga bazamenti shkojmë tek katet më lart dhe kur ti normalisht ke një arkitekt që është zoti Rama, sigurisht që ai do të tentojë që katet të cilët ti po shton me pyetjet tuaja, sigurisht që nuk do të jenë të qëndrueshme për shkak se zoti Rama do ta bëj katin ose do të bëjë bazamentin bashkë me katin që të jenë të thyeshëm apo më mirë të shpërthejnë me tritol. Pse duhet bëhet kjo gjë? Sepse duhet tek tregoj tek qytetarët e Tiranës, të Shqipërisë, të tërë, që ju çfarë flisni për këto skandale, që unë nuk shkoj dot në Amerikë, unë kam shkuar te dasma Aleksit, kam shkuar te OKB-ja, por për shkak të një problemi personal nuk mund të shkoja. Unë do të shkoj nesër në Amerikë kur të më teket mua, por shikoni diçka tjetër, vjen Amerika tek mua, pse të lodhem unë deri atje. Pra e kuptoni se si kjo vizitë përkthehet në popullin ton, çfarë do dalin disa analizë, do thotë çfarë, ku ka problem zoti Rama, që pavarësisht se ky kryetari i Bashkisë së New Yorkut vjen nga radhët e Partisë Demokratike Amerikane, mos gabojm, që është drejt ikjes. Pra, ky po ikën si puna e Jurit. Ishte Juri tek Departamenti Amerikan i Shtetit, të gjithë thoshin analistët e Partisë Socialiste, "Nama aty është Juri aty." Tani që Juri u bë drejtoresh të një kompanie, nuk flet një analisti PZ-s na thot, "Ha, më kush Juri?" Pse Juri investoi që të vishin ato dy anijet aty dhe bëri dhe foto me zonjën Balluku aty? Pra do të thotë, çfarë bëhet këtu në këtë situatë që jemi sot? Marketingu, PR-i, që të binden disa njerëz të cilët nuk e kuptojnë të vërtetën dhe të thonë çfarë më thoni ju, Rama shkoi te Aleksi, te OKB-ja kishin ai problem, nuk e ka thënë se ai është me Garip, është gjigant, ai PR-in e ka të papame, çdo gjë e ka të papame, edhe këtej burgaxhit futen brenda bëjnë grup parlamentar në përburgje, a kupton, i ka të gjitha këto të bukura, ndërsa nga krau tjetër nuk thot askush që shiko, ky kryetari i Bashkisë është në ikje, bye bye. New York Times vazhdimisht të sulet ty si kryeminist, pavarësisht që New York Times ka një marrëveshje kështu politike me një parti politike në Amerikë. S'ka rëndësi tani në këto momente, por hajde. Por ti ta shikosh që ka dhe reagime të senatorëve amerikan që janë të Partisë Demokratike Amerikane. Pra, këtu diçka nuk po shkon mirë për zotin Rama, sepse nuk mundet që një këshilltar i zotit Trump, ish këshilltar mos gaboj, në momentin kur zoti Rama reagoi në atë formë kundër zotit Trump në asamblen mos gaboj të rastit kur bëri një me Azerbajxhanin dhe Armenin, që bëri një humor të hidhur, ish këshilltari i Trumpit i tregoi diçka shumë konkret, foton me McGonigal. Pra, rasti me Gonigal nuk është një rast i cili është mbyllur për autoritetet amerikane, po është qëndisur nga autoritetet shqiptare, nga ajo reforma e famshme e drejtësisë e famshme amerikane kineze kështu, dhe në fund fare na ka ngjecur reforma afrikane. Pra, reforma afrikane është edhe rasti që patëm goditjen e gjyqtarit. Mos harroni faktin, unë e kam përmendur disa herë tek ju dhe edhe kam thënë do ta analizojmë në një moment tjetër. Urdhëroj, ky është një fakt konkret që quhet reforma afrikane na ngjeci. Dhe prandaj unë dua të them që në këto vende të cilët nuk ka një zhvillim shumë të mirë të demokracisë, njerëzit vendosin gjën më ekstreme të bëjnë. Dhe për rastin e zotit kryebashkiak të Amerikës erdhi thjesht për të ndihmuar me parat tona
të ndihmoj zotin Rama që të ketë një motivacion zoti Rama kur të dalë në parlament, të shpërthej kundër opozitës, edhe të flasi kundër atyre dhe të jetë krenar ndaj këtyre që krenohen me Edi Ramën dhe kështu burgaxhit nga mjesit deri në darkë thanë prapë. Prandaj them që të jemi realist me opinionin publik dhe të themi të vërtetën që PR-i bëhet me taksat tona nga një parti e cila duhet të ikë nga pushteti dhe mos të hiqet zvarr. Mos të hiqet zvarr, edhe po e them edhe mos të hiqet zvarr, se më mirë të ikësh se sa të marrë në zvarr. Është shumë e tmeshme kjo. Dua të vi prap në Shqipëri tek opozita, e cila ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit të Republikës, zotit Bajram Begaj, si pasojë e asaj që opozita e konsideron po themi anti-kushtetuese dekretimin e zgjedhjeve lokale, ndërkohë që zoti Velia i kishte çuar kërkesë në gjykatën kushtetuese. Tani, se sa rezultative do të jetë kjo nismë e opozitës, ne edhe mund ta paragjykojmë. Po pyetja ime është, si të duken këto veprimet e opozitës që tjetër thot dhe tjetër bën, dhe e ka nisur që nga ndoshta 11 maj këtë gjën, që pas rezultatit të zgjedhjeve. Nuk i njohim zgjedhjet, po në parlament do hymë. E çojmë tani presidentin në gjykatë kushtetuese për shkelje të kushtetutës, po në zgjedhjet e dekretuara nga presidenti do hymë. Si e lexon ti këtë gjë, nisur edhe nga veprimi konkret, se nuk besoj se do shkarkohet Bajram Begaj, nuk ma merr mendja. Po si një paragjykues, sepse ju ta dini që zoti Rama kur mbaron besapet e tij, pastaj e thënë pret spaku për të dhënë disa shpjegime shtesë. Tani të jem realist me ju, mos jeni kaq paragjykues, sepse e nisët me paragjykim. Ne nuk mund të paragjykojmë se si do dalë me vendimarrje gjykata kushtetuese në rast se është në mbështetje të kushtetutës, po në rast se është në mbështetje të Partisë Socialiste dhe të statutit të Partisë Socialiste dhe ngatron kushtetutën me statutin e Partisë Socialiste, atëherë bie dakord me ju që mund të kemi ndonjë paragjykim dhe jam shumë dakord. Por tani ta marrim një analizë pak më të përgjithshëm edhe të themi të vërtetën tek qytetarët shqiptarë, ashtu siç e themi gjithmonë, dhe pa pasur asnjë kompleks për të vërtetën. Kam edhe një çështje tjetër mbas kësaj, në lidhje me spakun, kështu që ki e parasysh. Okej. Këtu jam unë, sa të doni. Okej. Atëre, për sa i përket zotit Begaj, unë në 2022 kam shkruar një status dhe ai status nuk më parasysh dhe thash shërbëtori i Partisë Socialiste. Dhe kur fola me disa eksponent të opozitës së saj kohe, të cilat çuditërisht ka ngelur akoma opozitë deri më sot, i thash mos merrni pjesë në betimin e një ushtari partjak, ata më thanë jo do marrin pjesë sepse na kanë detyruar ndërkombëtarët. Dhe i thash derisa ndërkombëtarët ju detyrojnë, atëherë ju nuk jeni sovranit shqiptar, pra ju do të merrni atë që meritoni. Dhe ku jemi sot, kanë marrë atë që meritonin, që nuk dëgjuan dhe nuk dëgjojnë atë çfarë i thënë njerëz të cilët kanë një qëndrueshmëri dhe kanë edhe një argument të qartë sepse ju nuk duhet të bëni PR në zotit Rama, siç ishte me rastin e asamblesë së Partisë Socialiste në 11 shtator që morën pjesë në zgjatimi i këshilltarëve të Partisë Demokratike për shkarkimin e zotit Veliaj. Tani zoti Begaj duhet të thonë të vërtetën dhe ashtu siç është që ka bërë një shkelje të rëndë kushtetuese. Sigurisht jam dakord që dikush mund të thotë nuk është e rëndë, por nga pikpamja e praktikës dhe jurisprudencës kushtetuese, një rast të tillë kemi pasur me zotin Cakajn, ku zoti Metaj refuzoi ta dekretonte. Gjykata kushtetuese me kërkesën e kryeministrit asaj kohe, çuditërisht Edi Rama, bëri një praktikë dhe arsyetoi më mirë dhe interpretoi dispozitat konkrete që kanë të bëjnë nga 3 organe kushtetuese, që është presidenti, kuvendi dhe kryeministri, që bëjnë emërimin dhe shkarkimin sipas procedurave. Dhe gjykata kushtetuese ka thënë që presidenti, pavarësisht çfarë mund t'i çojë kryeministri, se kryeministri mund të marrë një zogë dhe thotë merr ma bë kryeministër. Se ka kryeministri ka merret me zogj. Tani presidenti nuk duhet të jetë edhe ai të merret me zogj. Prandaj presidenti thotë vëlla, më fal, po, këtu ka 1 2 3 4 kritere, një nga këto kritere ky nuk plotson. Unë nuk mund të bëj diellën kryeministre.
Se do tallë do marrin me gura do marrin këta jashtë. Pra, momenti që ne flasim, ka një praktik që ekziston në rastin Metaj kundër Cakajt, që Rama u detyruar të bëhet ministër i jashtëm, dhe zoti Begaj duhet të kishte marrë atë vendim dhe ta kishte interpretuar dhe madje të kishte bërë copy-paste dhe të çonte Ramës dhe thonte këto janë kriteret. Nuk dua të fajsoj opozitën, jo se nuk e meriton, se ka bërë gabime nga më të mëdha dhe më fatale, por në këtë rast unë dua të them që shkarkimi i tij thjesht çfarë është një shtesë në rendin e ditës që ne thjesht do të merremi që a do shkarkohet zoti Begaj apo jo. Tani, tek ajo që unë isha paragjykues me ju dhe është e turshme, por unë do ta korrigjoj, do të them, në rast se zoti Rama, edhe këtu do kujdesa, inshallah mos më paragjykoni ju, se unë do them një fjali dhe ju do thoni po s'ka mundësi sepse opozita bën kështu bashkë ashtu. Pra, në rast se zoti Rama ka mbaruar sapet me Bajramin, e kupton, ka mbaruar, si puna me Metajt dhe të Velien gjithë këta dhe i çon atje të shtëpia, mund të vendosi PD-n si një zgjatim që të filloj shkarkimin kundër Bajramit, e kupton? Dhe kjo si quhet në gjuhën politike? Marrëveshje. Inshallah mos të paragjykoj, prandaj dua ndërhyrjen tënde. Ky është sekreti, sepse si ndodhi me rastin e Veliajt. Neta 46 protesta jashtë ambient të bashkisë, sapo ma futën burg Veliajn, u knaqa, e morin bashkinë në drejtim e Rama, bëra më protesta unë. Si quhet kjo në gjuhën politike? A quhet marrëveshje kjo apo si quhet? Thjesht mbaruan energjitë e mia dhe nuk protestova më. Se di, ç'të them, diçka mund të jetë. E kuptoj çfarë thua. E kuptoj. Besoj se nuk kuptoni. Apo në rast se nuk kuptoni, të lutem e paragjyko, sepse mund të dhon të kem gabim, se njëri jam e dhon. Pra, ju e kuptoni vetë që do të thotë që derisa opozita kërkon shkarkimin e incenatorit të Peleshit, e kupton, çuditshme kjo gjë. Tani opozita kërkon shkarkimin e Bajramit, tani Bajrami nuk e di tani ka ndonjë mosmarrëveshje me Ramën. Unë deri tani shikoj që nuk ka, sepse edhe një UFO t'i çoj nesër kryeministi Bajramit të thotë të lutem nxirre dekretin, jo të lutem e procedo, ai ka proceduar, por mos është një marrëveshje tjetër që duhet ta pastrojmë politikisht Bajramin që të bëjmë një marrëveshje me ndryshime kushtetuese. Larg qoftë mos gaboj, sepse edhe rasti atëhershëm që kemi diskutuar për ndryshimet në kodin zgjedhor të korrikut, mos gabojmë, zoti Berisha doli atje nga arresti i shtëpisë dhe tha, ne do bëjmë këtë ndryshim se nuk lejohet më të jetojmë në këtë fazë që vide të zgjedhë dhe kështu, ndërsa tani çai bër me 83 mandate, jo i vodhi, po i groposi dhe i lëshoi Partinë Demokratike aty ku asnjë se kishte imagjinuar ndonjëherë. Prandaj them që momenti paragjykues duhet të jetë pak më elastik, pra mos të jemi paragjykues që të kështu, pra të jemi pak më komod që ta kapim pak me një analizë edhe pak duke qenë edhe elastik, po edhe pak duke shtrënguar, por në fund fare të themi që çdo nisëm që bën Partia Demokratike tani e tutje, mbaj mend, ka një marrëveshje ose mos bëjmë një gabim tjetër. Ka një më. Tani më shtoj vetë fjalit më tutje, se mos të kuptoj. Ne po paragjykojmë. Qartë. Mirë. Kjo është opozita në këto kushte që jemi sot. Qartë. Duhet kaloj te çështja e fundit avokat, jo më pak e rëndësishme, që është kush do të jetë pasuesi i Altin Dumanit në krye të SPAK-ut. Dje ka qenë afati fundit për dorëzimin e kandidaturave, ku kandidatura ka dorëzuar vetëm 3 prokurorë, ata janë Adnan Xholi, Klodian Braho dhe Doloreza Musabelliu. Nuk e di sa i njeh ti, po them, nga bashkëveprimi, ndërveprimi i përditshëm në gjykatë, është puna jote ajo. Kush mendon që do të jetë nga këta të 3, po them, pasuesi i Altin Dumanit? Apo do thuash ti nuk ka ndonjë rëndësi, prap të paragjykova?
Mos më paraqyko ke shumë të lutem. Tani e vërteta është që Të ka një kërkoj rëndësi, ndjes, po jo për të mua, jo kërkoj për ndjes, ty, po ka absolutisht ke të rëndësi për drejtë. Partinë Socialiste dhe për zotin Rama. Pse them unë këtë gjë dhe pa bërë parajgjykime asnjëherë, të lutem, sepse ne nuk duhet të jemi parajgjykues. Ne thjesht duhet Ke të shumë të drejtë. analizojmë nga pikpamja ligjore ashtu siç është, të Ke lutem, se shumë të më drejtë dhe vendosa unë mua me një konflikt me vetveten dhe pastaj dukem ndonjëherë që jam kontradiktor, po nuk jam. Po nga ke shumë brenda të ajo drejtë dhe të që kërkoj del ndjes. ndonjëherë kontradiktor, është e vërtetë që është e vërtet, por duhet dikush që ta marrë atë që ne themi në mënyrë kontradiktore, ta marrë, ta lidhë dhe ta di Qartë, vetë se qartë. si ta studiojë dhe ta përpunojë në turin e vet. Po gjithsesi, Për të secili ardhur ka mënyrën e tij të menduarit, të perceptimit, është e qartë, drejta qartë. individuale. Ne Për të nuk ardhur tek ndërhyjmë. çështja. Atëherë të shkojmë te kandidatët e famshëm. Sipas nenit 149 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ju duhet të keni parasysh që antarët ose më mirë, kryetari i SPAK-ut zgjidhet nga antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Antarët e lartë të Këshillit të Prokurorisë përzidhen nga një nën komision parlamentar që përbëhet nga 5 antar, 3 antar i ka shumica parlamentare dhe 2 antar i ka pakica parlamentare dhe bëhet rënditja dhe përzgjedhja e tyre dhe futen dhe bën antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Duke qenë në këto kushte, ju mendoni sot në 2025-ën, pasi Partia Socialiste nga 2017 deri më sot është e vetmja në pushtet dhe ju mendoni se në antarët e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, por edhe të Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë të pavarur të paanshëm? Tani për ata që din të gjykojnë rregullisht, patjetër është e rregullt. Ne që bëjmë parajgjykime, do të thotë që nuk është e rregullt. Dhe duke qenë që nuk është e rregullt, do të thotë që Këshilli i Lartë përbëhet nga njerëz të cilët ka të bëjë me ardhe dhe pruje nga Partia Socialiste dhe përveç kësaj, ajo që u shit tek populli shqiptar në mënyrë të gabuar, po më fal, disa sapunin për djath e konsumuan, më vjen keq që disa edhe shumica e tyre konsumimi ishte me sapun dhe ishte papam, nuk e di shëndeti tyre të jetë i mirë, por ne që jemi parajgjykues menduam këtë gjë. Në rast se Yuri Kim shkoi atje dhe tha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan Altini, se është amerikan, Altini çfarë bëri? Nuk ndoqi asnjë nga qeveria. Çfarë ndoqi? Ndoqi çdo njeri që ishte brenda Partisë Socialiste kundër Edi Ramës, që mund të rrezikonte karrikja e Ramës, dhe çfarë bëri nga ana tjetër? Ndoqi të gjithë ato të cilët janë kundër Edi Ramës në këto kushte që jemi dhe duan të marrin pushtetin, Sali Berisha dhe familjen e tij, Ilir Meta dhe familjen e tij dhe Velia dhe familjen e tij.